majoranca edhe atë institucion të merrte. To janë, si dhe sigurisht edhe një sër, le themi, zhvillimesh të tjera të cilat e kanë shkatruar, shkërmoqur komplet rolin e parlamentit shqiptar si një organ, si që thashëm më përpara, kontrollues ndaj ekzekutivit dhe balancues midis pushteteve, kanë sjellë që opozita shqiptare të rishikoj pozicionimin e vet në këto komisione të cilat me sa duket majoranca i përdor thjesht për fasad, nga ana tjetër dominon me forcën e kartonave në këto komisione. Ajo çfarë duhet të them edhe një herë dhe t'i kthehem me shumë seriozitet është ajo që e ceku me drejtë edhe gazetari Hoxha, lidhjen dhe simbiozën, kthimin në një rreth vicioz të këtyre mega aferave korruptive dhe parave të pista të përdora nga pushteti dhe majoranca në funksion të tjetërsimit të votës së shqiptarëve, në funksion të zgjedhjeve, të cilat çuditërisht, siç e tha me drejtë edhe zëri Hoxha, nga skandali në skandal, gjithmonë dhe më shumë reflektohet një rritje e numrave në çdo palë zgjedhje. Dhe kjo të jep të kuptosh edhe një herë se si kjo majorancë është një rezultat jo i vullnetit të qytetarëve shqiptar, por është rezultat i atyre makinacioneve, i asaj makinerie të jashtëzakonshme që pushteti ka në dispozicion. Dhe këtu nuk janë vetëm parat e korrupsionit, këtu janë edhe asetet publike, parat publike, përdorimi i institucioneve, përdorimi i parave të pistat të trafiqeve të ndryshme, duke përfshirë edhe trafikun e drogave të rënda, ku Shqipëria është kthyer në një ny kyçe tashmë në mes të Europës dhe ny lidhje. Narkoshteti juaj ka ngjitur si damk tani më zotëri. Por është fakt, ngjit diçka që është fakt dhe kjo le të themi është tashmë e provuar. Shqipëria me lidhjet e forta midis mafjes shqiptare dhe asaj të Amerikës Latine, të mbështetura fuqimisht nga shteti shqiptar, janë dhe institucionet shqiptare, tani më është një fakt i mirë njohur, nuk denoncohet vetëm nga opozita shqiptare, por denoncohet edhe nga autoritetet më të larta të luftës kundra mafjas në rang europian dhe në rang botëror, do thojam, siç ishin në rasti i denoncimeve të fuqishme të autoritetit më të lartë luftës kundra mafjas, prokurorit antimafia të Napolit, Nikolaj Grateri, i cili ka theksuar që mafja shqiptare dhe lidhja e saj me shtetin shqiptar është akoma më rrezikshme se që shkrimi i zakonisht dhe se që është denoncuar nga opozita shqiptare. Thënë kjo, mendoj se është momenti ku qytetarët shqiptar, çdo qytetar i ndershëm, çdo intelektual, çdo njeri i cili vuan kurriz pasojat e një lidhje dhe një simbioze kaq të ngushtë midis krimit të organizuar dhe shtetit shqiptar, duhet të reagojmë. Dhe momenti për të reaguar fillon me protestat e thirrura nga opozita, që